Valdeta, vetëm qëndro, kështu mos fol. Pamja jote flet shumë. Po, je fantastike, dukesh për mrekulli, Vale. Vetëm fotografia, të herë më boni një screenshot. Jo, a duket si aktore hollywoodiane më duket? Patjetër që po, gjithmonë. Duket shumë bukur. Valdeta, kush kujdeset për lukun tënd, më thuaj? Vetvetja. Energjia, thuaj, Vale, energjia, thuaj, më bën mendem më të bukur. Si Shumë e shpirtë. vërtet. Unë dritro muzikallë ndëgjon tani. Lukun çdo herë, as nuk di asnjëherë në jetë të shkoj dikun të rregullohem. Po, se ke iden, Për posën në teatr. më dëgjo, se ke iden se sa bukur dukesh sot. Se duket shumë bukur. A çka është më interesantja? Tani do të tregoj një sekret. Ashtu kisha një atmosferë, si një batic në jetë në fund të dhjetorit, kështu që nuk isha kohë që të shkoj t'i prej flokët. Po, vëm pas ka E rregulluar mora diçka. kështu pisht. Jo, e mora pishtin dhe i preva vetë. Me të vërtet? Po. Se jo. Ua, Vale. A di çfarë do të thotë për një Dhe vajzë atë bisht ma e mua, Valdeta, se më duhet për këtu. Jo, edhe kur i lëshova një ditë motra më shef, tha qarë u bë, thash, tash nuk isha kohë, tash ju e dini situatën time se si isha, tash tash i mora gërshërët dhe i preva, se më bëj bishti kështu. Vale, edhe njerë, kur do që donë që ta vizitosh frizerin tënë, do më thuash, unë do t'a jap të gjithë ditën e lirë, 2 ditë do t'i jap të lira, vetëm të mos i presh flokët më vetëm, okej? Vale, mos e dëgjoj Valbonën. Nuk e kam